Me arritjet e saj industriale gjatë 2 dekadave të fundit dhe sukseset e saj në tregjet globale, industria turke e mbrojtjes po shkruan një histori transformimi që ka të ngjarë të hyjë në historinë ushtarake globale. Shifrat flasin vetë. Ndërsa vëllimi vjetor i eksportit të sektorit ishte vetëm $250 milion në vitin 2000, ai arriti në $10 miliard deri në vitin 2025, një rritje 40 fish. Ky është një hap i pashembullt në botën islame. Sot produktet turke të mbrojtjes nuk janë më vetëm mjete të thjeshta ushtarake në një gamë të gjerë gjeografike, nga anëtarët e NATO-s përmes Afrikës dhe Azisë Qendrore deri në lindjen e largët, por partner strategjik të sigurisë, të cilëve shtetet u besojnë të ardhmen e tyre. Ekspozita e mbrojtjes Saha, e mbajtur së fundmi në Stamboll, shërbeu si një vitrinë globale e kësaj rritjeje teknologjike. Eventi, i cili tërhoqi rreth 150.000 vizitor, rezultoi në një vëllim rekord kontratash prej $26.5 miliard. Fakti që $8 miliard nga kjo shumë shkuan për eksporte të drejtë për drejta, tregon se Turqia tani është bërë një qendër për eksportimin e ekosistemeve të tëra. Vendi nuk prodhon më thjesht komponent individual, zhvillon sisteme, harton software dhe ofron alatëve të saj arkitektura mbrojtëse të gatshme.